Specialistët e sektorit qarkullimit rrugor arrestuan flagrant shtetasin e 60 vjeç. Banues në Buçimas, pasi automjeti që i drejtonte në gjendje të dheur është përplasur me një automjet tjetër me pasojë dëme materiale. Po nga këta specialistë janë referuar materialet në prokurori, ku filloi procedimi penal për shtetasin TD 37 vjeç, banues në Korçë, pasi duke drejtuar automjetin ka humbur kontrollin e si pasojë ka dalë nga rruga. Shtetasi TD është dëmtuar lehtë. Specialistë për hetimin e krimeve të Komisariatit Policisë Pogradec referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin PF, 49 vjeç, banues në Mëmlisht, pasi ndërkohë ishte me mas siguri arrest në shtëpi për veprën penale të dhunës në familje, ka ushtruar dhunë fizike ndaj bashortes së tij dhe është larguar nga banesa. Specialistë për hetimin e krimeve të Komisariatit Policisë Korçë referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi penal për shtetasin DR 42 vjeç, banues në Korçë, pasi dyshohet se ka përndjekur një 29 vjeçare.